kjo zyrë shteti që paguhet me rrogat në të larta në Gadishull dhe Ballkanit do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do të quajmë Altin Troplini. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Ka përshtypjen që po bie dakord në studio, po jo vetëm në studio, dhe në opinion publik që opozita ka nevojë për të rikonceptuar, për të ringjallur, për të shkuar ndoshta deri në fund, siç tha Kulluri apo në një përplasje akoma, përplasja nuk pas ka fund, domethënë mendova që me darjen jashtë, po themi të Shehajt, të Lulzim Bashës, në dikush doli tjetër, nga Partia Demokratike Ali Beaj, në mënyrë të konfrontuar zoti Kulluri që kemi këtu. Edhe eksponent të PD-s që tani janë në Evropë zhej. Po, dakord, mendova që ajo pjesa që mbetet është pjesë kompakte, po jetojnë në Bruksel. Nuk që nga kështu. Dakord. Megjithatë, pyetja është, ora është sot SPAK-u e vetmi opozit. Anduen, pse sulmon doktori pikërisht kaq shumë fort? Për momentin SPAK-u ka zënë hapësirën e opozitës. Kjo është e vërtet, po. Fundit trajtojnë çështje që janë shumë komplekse, që lidhen me korrupsionin, me krimin organizuar, që ka bërë atë që s'ka qenë më përpara në historinë shqiptare, në këto 30 vjet, ku janë prekur njerëz të paprekshëm, duke filluar nga të gjithë detyrat administrative, deri tek oligarkët që janë lidhur me pushtetin. Dhe këtë e bëri SPAK-u. Çfarë ka tjetër? Ka besimin e publikut, e ka shumë të lartë, ka të institucioneve. Kjo është edhe sipas sondazheve të fundit që e kanë nxjerrë SPAK-un si një institucion të rëndësishëm. Po SPAK-u nuk është opozit. Ka dhe mbështetjen e Ramës. Po pra. Po jo, deklarata e ka mbështetjen e Ramës, sepse Ramën ne kemi parë të paqëndrueshëm. Po pra, kemi parë të paqëndrueshëm. Kur thot mos harrojmë që zoti Rama zhej edhe për kujtesë memoria peshkut kuq, më kujton ti, se opinionit publik, kur Erion Velia ju arrestua, zoti Rama tha që kërcënoi në një farë mënyre, spakistët duke i thënë hajdeni tani dhe më kërkoni mua telefonin. Dhe me thënë, kishte deklarata të cilat të thëna nga një goja e kryeministrit bënin pak wow, sepse nuk priteshin që zoti Rama dikur mbështetës absolut i SPAK-ut ta rinte deri aty sa të kërcënonte në mënyrë shumë verbale spakistët për të mos cënuar. Kemi votuar për një drejtësi evropiane, po pas mi kriju drejtësi ruse. Po jo që ta prekin ne. Po, dhe akuzë deri ke rusët. Tani SPAK-u nuk është opozit politike, dhe ne këtë duhet ta kuptojmë, dhe nuk duhet tjetë, domethënë. Në asnjë mënyrë, sepse s'do ketë kuptim. Roli i tij është shumë ligjor, shumë institucional, është ngritur aty për të vënë përpara ose për të parandaluar dhe për të bërë atë që se kanë bërë këtu në 30 vjet. Pse sulmon Berisha? Pse sulmon? Pak publikisht vetëm Berisha dhe më përpara zoti Meta e Berisha e sulmon sepse Berisha është një nga politikanët që nuk i ka munguar kurrësi informacioni. Mos harrojmë që SPAK-u ka dy aleat shumë të rëndësishëm, që janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Unë e shoh që SPAK-u, edhe pse janë të gjitha konditat që SPAK-u të jetë nesër i sulmuar nga shumë, jo vetëm nga politika, po edhe nga shumë elementë të tjerë. Jam dakord, po sulmi ishte konkret. Flitet për dekonspirimin të operacionit antidrog. Kur thot Troplini, kur thot sot ne e dim gjërat, se po sepse zoti Berisha ka informacionin. Ka të dhëna që doktori apo është deformim në emër të politikës? Si gazetare e prokurorisë, më takon ta them këtë gjë që në çështjen në fjalë që ti referohesh, në dosjen e fundit, operacionin e fundit Ura që bëri SPAK-u, mos harrojmë që kemi njerëz të Berishës
kemi dhe njerëz të Ramës. Tani, se kush e sulmon i pari, e se si e sulmon dhe qa mbiemrash, e qa niknejmash, e qa nofkash i vën këta, sigurisht që e bëjmë për një mbrojtje publike. Sepse mbrojtje ligjore do të ndodhi aty brenda sallës gjyqit dhe do ta shohim pastaj. Nëse Altini do ta ketë vërtet merituar troplinin mbrapa apo jo. Këtë sulmin e fundit doktorit dhe pas si një luftë konkurrence që opozita ja mund si e ti. Mendova si një luftë kështu që duke që se shqiptarët mendojnë që nga po themi nga zullumi i pushtetarëve të korruptuar apo nga zullumi i oligarkëve të surë pasuruar me gjakun e shqiptarëve, me do vetëm Spaku kanë ata si, thonë Amino Spak, se nuk kanë një aleat tjetër. Dhe Berisha Ralin djeti konkuruar dhe si politikisht, apo e Nita, si e mendon ti? Jo. Mendoj që po, sepse në një lloj mënyre tek fuqizon shumë një organ, edhe duke e vënë në qendër të vëmendjes, që ka për qëllim akuzën, ngritjen e akuzës, ndjekjen penale dhe provimin në fund, me prova konkrete, reale, me një lishmëri logjike, jo me drejtësi ruse, që s'është as ruse, se drejtësia ruse ka ca teori shumë mira penale, por revanshiste do thosha, për treguar që duhet patjetër me dënu, kjo tregon që merr në dorë një lloj pushteti që bëhet paralelisht i barazblefshëm atë që është edhe opozita, sepse i heq opozitës kartën e korrupsionit, kartën e të gjithë atyre që janë dinamikat e ligjore e ligjit, dhe shndërrohesh ti në një institucion ku dikton rregullat e lojës, dikton politikën. Mos harrojmë që deri në këto momente do provuam Ka një faj Spaku për këtë që jo, nuk ka faj. Nuk ka faj, nuk ka asnjë faj. Nuk ka asnjë faj, se s'ka se si të ketë faj. Por duke u vënë dhe përdorur nga politikanët si ai leitmotivi i luftës së tyre, kuptohet që i jep edhe rol politik. Dhe Berisha këtë pastaj, duke pasur dhe problemet e veta në gjykat, po sot i kishte, e ndjen si një faktor me pesh politike, sepse e qonë vetë aty. Që Spaku pa dashur do kthehet protagonist fort politik. Dhe s'mund e mund. E vetme gjë që mund shkundi këtu në manipulitë në Itali. Ta themi troç, e vetme gjë që mund shkundi ujër atu do jetë një përplasje maxhorance me Spaku. Edhe PD-s bashkë. Nuk ka zgjedhje tjetër për këtë lum që ka ndodhur mas 11 majit. Se kjo është lum hana, kjo që ka ndodhur mas 11 majit. Rreziku ekziston. Për mendimin tim Tori, tash ti lëm shakatat e batutat. S'ke bërë shakatat. Shtu e vetme gjë shumë serioz. Të mia aty tu. Mirë, rregull. Do të vetëm gjë që unë pres dhe nuhas që mund të ndodhi, tu do ketë një përplasje institucionale shumë të ashpër. Midis drejtësisë dhe mos maxhorancës, po edhe në të opozitë. Pse? Dhe shenjat e para në Fanida u dhanë në rastin e Veliajt. Nëse do goditen funksionar politik të atij niveli, mos dhe më lart në qeveri, unë besoj që Rama nuk do rrit duar kryq, sepse çdo afrim i Spakut brenda ekzekutivit në nivele të larta është afrim tek i pari vendit, i cili është ortaku i këtij tjetri që vërtet për revolucione që vetëm fillojnë por nuk marrojnë kurrë. Ta janë bashkë. Ta janë bashkë në biznese, ta janë bashkë në kodiciator, ta janë bashkë në vjedhjen e votave. Se besoj shqiptarët të revolucionojnë. Shqiptarët nuk do i pyesi kush fare. Spaku do bëj punë vet, nuk do i marrë leje shqiptarët. Ne nuk e besojmë këtë aleancë që thua ti më. Të se besojmë, po ti do me emër. Berisha shumë i besueshëm. Rama ta jepi den që dhe mund të flirtojë, ja. Shkon pi kafe me njërin, për ti të madhe, kërë doktori është kategorik. Se konë, këti shqiptarë nuk i besojnë. Ti ke dy kompani që janë kapur në pastrim parajet e Veliaj dhe të Meta, edhe të Berisha. I ke me emra, mo. S'ka nevoj, i ke ndorë si Spakut. Edhe të... Po, mo? Se kusht tjetër? Po, princip. Ditët e fundit. 5D-ja. Po, ditët e fundit. E shumë që po analizon, një minutë, se Shemziu po analizon tekstin e Gjekutet, apo ke gjithë tjetër. Ditët e fundit është goditur një grup i kontrabandës së cigareve në Shqipëri. Dhe çuditërisht të gjithë personat që u marrën në përgjegjësi penale, që u arrestuan në burg, apo arrest shtëpia, apo detyrim paraqitje, ishin zyrtar shteti dhe punonjës thjesht. Dy kokat e kontrabandës, që ishin oligark të dy palve, prej kohësh i kishin informuar dhe i kishin ikur jashtë. Censuruar dhe lami. Edhe emri person. Këtu, po të bëjmë analizë, du të kuptojmë qartë që s'foli as pushteti
Dhe s'foli as opozita. Foli ambasada që pengohet fjallë e lirë. Foli ambasada sepse çështja... Për qestruar lajm, janë heq emrat. Shiko, operacioni e kishte zanafillen nga Britania, sepse kishte prekur linjat e tregtisë së duhanit. Dhe materialet kishin ardhur nga matan detit e matan oqeanit. Për qestruar emrat, janë qestruar emrat? Por nuk foli... Për te kanali dhe La Manche. Nuk reagoj... Por janë qestruar emrat media. Por shiko, nuk reagoj... Jo, nuk janë nxjerrjes. Të lutem, nuk reagoj në mënyrë kategorike as kryeministri për veprimet e Spakut dhe as opozita. Sepse nuk mundët ta shajnë Spakun atje ku ju ka ik peshku i madh që është të dy palëve. Pse duhet reagonin, falni, edhe një pyetje, pse duhet reagonin për këtë operacion? Sepse ishin agjentë doganor, janë të përfshirë. Jo, unë thash dy kokat e kontrabandës. Dakord, dy kokat e kontrabandës si janë mund t'jenë si shumë të tjerë, ose mund t'jenë më të mirë se tjerë, ose më të këshise të tjerë, penale, të lutem. A janë kërkim shemëse? Ata janë në kërkim, pa ata nuk e bën veprën penale në një ditë. Ata kishin vite. Qa lidhje ka të shik këtu pozita me opozita? Ato janë si shumë të tjera operacione që lidhet me trafiku ndërkombëtar, që lidhet me shumë... Ka njerëz të nivele shumë qarta. Atje ku trafikantët, oligarkët janë të dy palve, nuk reagon asnjëra palë. E di si janë këto... Madje nuk i shpall lufta Spaku. E di si janë këto... Janë si ato... Është operacion u bë, u dha, pse duhen emrat pa tjetër? Pse duhen pa tjetër? Po ku janë njerëz më të pasur emrat? Në fund, ose nuk më jetë, duhen emrat. Nëse bë fjalë për Laert... Se s'flasim për politikan, më vë, flasim për biznesmen. Nëse bë fjalë për Laert Vasilin, du të mbroj edhe njëra palë nuk duhet asë në Itali. E di pse, sepse të gjitha janë si, nga që jetojmë në periudhë... Së shë një Itali, krasimi nuk vlen. Nuk vlen krasimi. Shiko se nuk kemi shumë kohë. Nuk vlen krasimi, nuk jam dakord. Jetojmë në periudhë virusesh. Dhe të gjitha këto janë si ato mikroorganizma. Do më thënë janë kështu mikrobe të vogla, e kupton? Që nga vetë fjala, mikroorganizma tani, që i vërsulen kujt? Dumanit. E janë shpatën e Skënderbeut, më burit. Kuj Dumanit, Spaku, e kupton? Aq sa janë laktarisur dhe i quajnë dhe opozit. Për herë të parë, pas 35 vjetësh, goditet pandueshkushmëria në Shqipëri dhe dalin politikanë dhe thonë ti më bën opozit. Që opozit më vlla? Është drejtësi, është si shpatet Demokleu. Do me thënë, gabim shkotës, kaq mjaftoj. Laert, kam parë një ditë të Portokallia me një shpat në dorë. Bravo. Ajo ishte simbolika, prej që vetëm ti e kupton, je i madhë shumë, jepi. Por vetëm në Shqipëri i jepet shpata prokurorisë. Se ndryshe? Jo. Peshorja? Jo, zotëri, prokurorisë dhe gjykatës i jepet peshorja. Shpata i jepet policisë shtetit, gjandarmërisë. Po kur në polici ke, sa policë ke të arestuar deri tani? Sa? Kam në total. Më gjërat vogla në qive sa. Prandaj u kryua i organizëm Spak. është i shkruajtur me blu, pra kanë gjyrë demokratike dhe ka flamuri shqiptarë në krah. Pra, Shqipëria ecën drejt demokracisë së vërtet. Spak. Vetëm në Shqipëri ndodhë që kryeministri mburrët që i ka dhënë shpatën prokurorisë. Kryeministri ka punë vetë më vlla. Unë po flas për Altin Dumanin. Jo, s'është metaforë ajo. S'është metaforë, jo. S'është metaforë. Ajo nuk është metaforë. Ajo është konceptimi që ka regjimi, që unë jam ai që e di unë çfarë jap prokurorisë, shpatën, automatikun apo pistoletën. Po shpata mund të përdoret edhe për vetvrasje. Po të shosh, ka më shumë të arestuar Premçi. Ka më shumë të arestuar nga regjimi se sa nga opozita. S'ka më kohë, si ishe tani u bë biseda me e bukur, me dhe kam vetëm një batut për ty, Zuri Shemsi, them që më mirë një drejtësi armatosur se një drejtësi e çarmatosur. Sepse e kemi parë zonjën Nina Rama kur ishte prokurore, nuk arrinë do të arrestonte e njeri. Se policia nuk e shkon. Ashtu si çdo ishte më mirë një opozitë organizuar dhe jo shpartalluar. Një minutë, unë mendoj që çdo operacion që ka ndërmarrë Spaku, kur e ka marrë, ka patur ekzekutim policiesk perfekt. Po, vetëm ka një ndryshim shumë të madh. Sot dje nuk i zbatonte policia urdhrin krye prokurorës Nina Rama. Kurse sot krye policët nuk i kanë aparatet e telefonit, se va ka sekuestru Spaku, sepse informojnë dhe bashkëpunojnë e janë të infiltruar
me qëllime përfituese brenda grupeve të krimit organizuar. Pra ja dhe vetë Prandaj nuk u jepet shpata atyre. Prandaj unë them që për ata që duan të dinë më shumë për korrupsionin në polici, të shohin filmin Serpiko, sepse aty bëhet fjalë. Avokate. Faleminderit Gida Bozhegu, faleminderit Dal Vasili, faleminderit Shefçi, faleminderit Anduan Arabani. Shkoj shitu atje ku duhet të shitur. Kjo që 364 për sot, dhe këtë johon debatin natë mirë. Se tek grupet kriminale